Ne jemi ndihmëtarët e fesë së Allahut. Nëse ndihmoni Allahun, edhe ai do t'ju ndihmoj ju. Kapitina Muhammed, ajeti numër 7. Allahu është i gjithfuqishëm, i gjithdijshëm, i gjithmundshëm, i vetë mjaftueshëm. Asgjë nuk i mungon dhe asgjë nuk i nevojitet. Ai qeveris gjithësinë dhe çdo gjë që ekziston, nga njerëzit, gjindët, engjëjt, djajt, bota bimore, shtazore, bota inorganike e tjerë. Por le të lexojmë një pjesës të ajetit kuranor, kur Isa a.s. pyet shokët e tij: kush janë ndihmëtarët e mi në rrugën e Allahut? Nxënësit e tij u përgjigjen: ne jemi ndihmëtarët e fesë së Allahut. Si ta kuptojmë këtë maksim? Çfarë dëshiron të na mësoj Allahu me këtë thënie? Në Kur'an, në 5 raste cekët tok fjalëshi ndihmojnë Allahun, ose të ngjashme, por po cekim vetëm 3. Allahu përmend Isain a.s. i cili kur pa popullin e tij se refuzon t'i bashkohet, ju drejtua nxënësve të tij të afërm, havarijunëve, duke ju thënë: kur Isa a.s. hjetoi mohimin e tyre, tha: kush janë ndihmëtarët e mi në rrugën e Allahut? Nxënësit ju përgjigjen: ne jemi ndihmëtarët e fesë së Allahut, ne besojmë Allahun. E ti Isa bëhu dëshmitar se ne jemi musliman. Kapitina Ali Imran, ajeti 52. Në një sure tjetër Allahu shpjegon përgjigjen e nxënësve të Isait a.s. duke thënë: o besimtar, bëhuni ndihmëtar të Allahut, siç u pat thënë Isa a.s. i biri i Meriemës dishepujve: kush po më ndihmon për hir të Allahut, ne do të ndihmojnë fenë e Allahut, i thanë nxënësit. Dhe një grup nga izraelitët e besuan, e një grup tjetër e mohuan, ndërsa ne i përkrahëm ata që besuan kundër armiqve të tyre dhe dolën nga dënimtar. Kapitina Es-Saf, ajeti 14. Në surën vijuese ceken muhaxhirët si ndihmues të Allahut dhe pejgamberit të tyre. Ata lanë shtëpitë e tyre duke ecur drejt Allahut dhe pejgamberit të tij, dhe duke ju kundërvënë popullit të tyre me synimin që të fitojnë kënaqësinë dhe mbrojtjen e Allahut. Muhaxhirëve të varfër, të cilët janë përzënë nga shtëpitë e tyre dhe pasuritë e tyre, për të kërkuar mirësinë dhe kënaqësinë e Allahut dhe ndihmojnë Allahun dhe pejgamberin e tij. Ja, këta janë të sinqertët e vërtetë. Kapitina El Hashr, ajeti numër 8. Edhe 2 ajete kuranore vijuese plotësojnë mozaikun e përsjatjeve, meditimeve të dijes sonë. Allahu thotë: ata të cilët pa asnjë farfaj janë përzënë nga shtëpitë e tyre, vetëm pse kanë thënë Zoti ynë është Allahu, sikur Allahu të mos i mbrapste disa njerëz me disa të tjerë, do të ishin shembur deri në themel manastiret, kishat, sinagogët, si edhe xhamit në të cilat me të madhe përmendet emri i Allahut. Ndërsa Allahu padyshim do t'i ndihmojë ata të cilët e ndihmojnë atë, sepse Allahu është një mend i fortë e i gjithfuqishëm. El Hajj, kapitina dhe ajeti numër 40. Gjithashtu thot Allahu: o besimtar, nëse ndihmoni Allahun, dhe ai do t'ju ndihmoj ju dhe do t'u forcoj hapat e juaja. Kapitina Muhammed, ajeti numër 7. Ndihma për fenë dhe besimtarët. Gjuha arabe është e pasur me mjete stilistike. Ajo përdor metaforën, simbolikën në shumë raste, kurse edhe në këtë rast në Kur'an. Në fund të fundit, porosit hyjnore, sidomos Kur'ani, flasin me metaforë, sepse ato flasin për shumë breza e jo vetëm për kohën e shpalljes. Tefsirët klasik shpjegojnë se ndihmojnë Allahun në fakt është ndihmëes e fesë së tij dhe besimtarëve, por jo edhe e vetes Zotit, sepse ai nuk ka nevojë që dikush ta ndihmojë atë. Ibn Xherir et-Taberiu pohon se këto ajete kanë për qëllim mbi të gjitha ilau kelimetullah, lartësim, ngritjen e fjalës së Allahut xhelle shanuhu. Fahrudin ar-Razi,
Këto fjalësh i ndihmojnë Allahun e ka shpjeguar si: ndihmë dhënë fesë së Allahut, ndihmë dhënë bashkësisë së besimtarëve dhe ndihmë dhënë bashkësisë së drejtë karshi bashkësisë së lajthitur, e cila përpiqet ta imponojë mosbesimin te njerëzit. Të gjithë ata që përpiqen t'i ndihmojnë besimtarët që të ngatnijnë fitoria, ata ndihmojnë Allahun. Shpërblimi për ata që ndihmojnë fenë e Allahut. Ajetet që lexuam rreth këtyre fjalësh për ata që ndihmojnë Allahun, ne nënkuptojmë përpjekjen dhe mundin e atyre që feja e Allahut, fjala e tij të lartësohet karshi fjalëve të njerëzve dhe gjithë ideologjive tjera. Gjithashtu nënkupton se besimtarët të mësohen t'i bindën Allahut, sikur edhe ata nxënës për krahas të pejgamberëve ose trashëgimtarëve të tyre, të cilët synim kanë për hapjen e së vërtetës dhe arritjen e porosisë hyjnore deri te njerëzit e të gjithë ngjyrave, gjuhëve, racave, vendeve, meshkujve e femrave, të rinjve e të vjetërve. Ndihmesa e tyre do të jetë e lloj-llojshme: pasuria, fëmijët, jeta vetjake, sipas shembullit të sahabëve dhe brezave të ndryshëm gjatë historisë. Ata përparësi në jetën e tyre kishin që maksima e tauhidit të bëhet udhërrëfyese për shoqërinë muslimane. Kuptohet, kjo duhet të bëhet me udhëheqjen e mësuesve fetar, imamëve, faizëve, hatibëve, mudarrisëve e njerëzve të tjerë me përkrahje morale e materiale. Natyrisht, ndihmuesit e tillë nuk do të harrohen nga mëshira e Allahut, siç mund të lexojmë në ajetet kuranore Es-Saf ajeti 14, El-Hashr ajeti 8, Muhammed ajeti 8 e të tjerë. Shpërblimi kryesor për besimtarët aktive të përkushtuar do të jetë forcimi i hapave të tyre në betejë, në jetën e përditshme, për të fituar dhe konsumuar halal, të sfiduar para harameve në çdo cep të jetës, e sidomos kalimi në urën e siratit me hapa të sigurt, si synimi përfundimtar dhe më i larti për besimtarët e vërtet dhe muslimanët. Të gjithë duhet ta kemi parasysh porosinë e Allahu xhalleshanuhu ku thotë: nëse ju ndihmon Allahu, askush nuk mund t'ju mposhtë, por nëse ai ju le pa përkrahje, kush është ai që mund t'ju ndihmojë përveç atij? Andaj, besimtarët le të mbështeten vetëm tek Allahu. Kaptina Ali Imran, ajeti 160.